Mirë, në vijim të Reze Dielli, ju ftoj të ndiqni historinë e një bletari. Ai është Aurel Isa. Ka një histori interesante dhe shumë të bukur të rritjes së bletëve, një jetë me to, një profesion dhe një pasion të trashëguar prej babait të tij. Na tregon disa sekrete në mbashtimin e bletëve dhe po ashtu edhe në prodhimin e një mjalti cilësor, që rrallë e gjen në ditët e sotme, vetëm duke u konsultuar me bletëritës. Historia e Aurel Isaj është e bukur, jo vetëm sepse ai udhëton me blegët, i dimëron këtu në Tiranë dhe më pas gjatë pranverë verës i çon në Kolonjë në vendlindjen e tij. Ju ftoj ta ndiqni dhe të kuptoni diçka më tepër. Më pas do të rikthehemi në Rezen ton me historinë e dy motrave binjake. Jam Aurel Isaj, jam në Kolonja, banoj këtu në Tiranë. Me bletët udhëtimi im ka nisur ku baba im ka patur bletë në sistemin përpara, i ka patur qef, po nuk lejojë më shumë se 10-15 bletë. Pastaj syri demokracia, i beri dhe në 60 bletë, edhe i kishte jo punë të parë si që kemi sot, po i kishte punë të dytë, bletë për shtëpinë tonë, për kushërinë tanë. Bleta për mua është një dashuri. Ne duam si familje, punojmë si familje dhe e kemi punë të parë. Dhe unë në 2002 jam futur me themel, ku kam takuar një profesor në Elbasani, ai më ka dhënë një shtytje shumë të madhe, ai quhet Todi Toska dhe unë e falenderoj, ai për mua është një bibliotekë, jo për mua, por për tërë zonën. Parku im është me 330 krerë, është i zorshëm që i transportoj të gjitha këto në zonë e Kolonjës që vim këtu, po ashtu dhe kur i lëvizim që ikim për zonën e Bearit që ikim në Kolonjë. Ajde është akoma më vështirë se kemi dhe vapën për para, bleta nuk e do se mbyllet edhe e ka problem vapën, ju hapim rjetat, i djegim, që të bleta sa më shumë të freskohet që të marrë ajër. Është kosherja. I kemi vendosur një bugace, është për në zemën, për kurimin e barkut të bletës, që të futet bleta sa më e pastër, për dimërim, se në qoftë se e kurojmë në këtë periudhë me shurup dhe me nozevit, ose me lloj të tjera se kanë shumë llojshmëri për nozemën, i futim lagështirë. Sikur bugacja nuk lejon bletat i futë shurup që të krijojë lagështirë anash, se pastaj krijohet myku, gjë shumë e mirë për bletën që të futet sa më e pastër. Në qoftë se ne nuk e kurojmë, ajo del jashtë dhe vetë se bie jashtë ngelet kosherja me pak mizë ose asgjësohet fare. Ne në gjuhën tonë të bletarit themi vdes pastaj. Nuk gjejmë mizë brenda ose në rast që mos ketë ushqim bie poshtë ndryshe me bleta, edhe ka vdekur na mos pace ushqim. Bletën duhet ta duash që të merresh. Janë ca që vinë blejnë për përfitime. Edhe ngelen mes rrugëve pastaj. Se thonë do fitoj, duhet ta duash një. Unë për veten time vi 2 herë ditën në parku, tani që s'ka punë për dimërim, unë vi vetë se ti shikoj, të përkujdesem. Afro pak, lënë më detaj, çfarë përkujdesje kërkon bleta? Po, bleta duhet kuruar për variatozën. Variatoza për bletën është një kancer. Në qoftë se nuk kurohet ajo sëmundje, ajo është mori, themi ne, shqip, ajo i pi gjakun bletës, deri sa ajo nuk ka takat edhe ngelet jashtë. Dhe pastaj do psohet, bleta ka pjellje brenda,
në momentin që s'ka shumë ushtri, pjellja ngelet zbuluar, fillojnë sëmundjet e tjera e pesta, mblidhen të gjitha, pastaj derisa përhapen të gjithë parkun. Komplet mali është shqop, mare dhe trumës. Këto kullota janë vjeshtake. Prandaj dhe ne bëjmë shtektimin na qytetërës së kolonjës, i kam sjellë këtu në Linz. Është shumë kullotë e mirë në këtë periudhë. Edhe unë jam i kënaqur me bletën në Ecurin. Ku në zonën tonë bleta ka hyrë në dimërin, këtu bleta është me 4 pjellje. Nuk ka krijuar tufëzimin, vjen me polen, kur është kohë e mirë tani që të çel marja, sjell dhe nektar. Marja është kullot shumë e mirë për bletën dhe për njeriu është shumë kurative. Mirë, po duhet t'i mbaj koha, s'duhet jetë koha kështu siç është sot vrenjtur, duhet jetë kohë e mirë. T'jetë me diell, se bleta po u fto koha vete për të marrë mare dhe ngelet në lule, atje nuk vjen dot na e ftota këtu. Po bleta është edhe për njerëzimin, nëse s'ka blet, nuk ka jetë. Që në 2002 që jam futur thellësisht, do të falenderoj edhe një profesor që quhet Todi Toska. Ajo është një bibliotekë për mua. Kjo është mbretëresha, kjo jep komandën zgjojit komplet dhe tërë kjo ushtri që është në zgjua varet nga kjo men. Ky është mjaltë trumze. Vjen dhe jeshil. Mjaltë vjeshtak, që e ka kjo zona këtu, në Linz. E gjithë kosherja ka vetëm një. Ja kur është mbretëresha, po ta shkosh, e kishte edhe vezën e Lëshovi aty, ishte duke pjell. Si që thash, në zonat e ulta bleta është akoma në aktivitet, në zonat malore bleta ka krijuar tuf, prandaj dhe ne lëvizim. Sigurisht kemi argjet tona, se unë bëj 10 rrugë me blet që i sjellim këte, për arsye vetë se për këtë kullotat i ndjekim, ku janë kullotat ne i ndjekim në mbrapa. Mjalti në koshere nuk ngrin kur, vetë se trashet, nuk ngrin asnjëherë. Rikshu vetë se trashet.
Mjalti në koshere, sidomos në korniza që është në dyll, vetë se trashet, nuk ngrin as edhe një herë. Mjalti në koshere, sidomos kur është në kornizë që është me dyll, nuk ngrin as një herë, vetë se trashet. Në momentin që ne e vjelim këtë mjalt dhe vim periudhat e ftohta, mjalti fillon trashet dhe ngrin. Ata që marrin mjalt rrugëve, që është në dimër sidomos, është vetëm mjalt industrial. Mjalti i mirë ka aromën, ka të djeg në gryk, dhe ndallohet, ai mjalti që është industrial është mjalt shurup, i trash. Vi 2 herë ditën, njërë para dite, njërë mbas dite, për kujdesem shikoj si vinë me polen, i shikoj mos frynë një herë kur e shkoj keqe, për qefin tim i shikoj kur ato punojnë, a ere knaqe, edhe kështu me shbërë vete ora 9-10 unë do vi këtu, vjen ora 4-5 prap do vi këtu. E dua këtë zanat dhe më pëlqen pa fund. Në Tiranë ne i sjellim në shtator, në 10 shtator dhe i heqim deri në fund të majit. Sigurisht pastaj qershor deri në shtator, në Kolonjë, në Ersek dhe i lëvizim, kemi dhe lëvizje të shkurtra, unë çoj edhe në një rrugë në Pogradec, në Gështenj, janë të tensionuara 1 ditë, 2 ditë, pastaj bie në kullot, bleta vazhdon punën e saj, bie në polen, bie në mjalt dhe kështu mësohet me zonën. Fillon del ushtria e re, ambientohet më mirë, sigurisht dhe ushtria e vjetër që është gjendja aty, ajo një ditë ka problem, pastaj del në kullot. Me bletën jetohet mirë, por ne duam një subvencionim se na takon, siç e kanë shtetet e tjera, të paktën po e bën si Greqia do e takon më mirë.